rregullat e fesë apo parimet e fesë i marrim nga Kurani edhe nga Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe na kur e bëjmë një veprim, një paraqitje në emën të fesë, ku e mbështesim? Ose mbështesim Kur'an, ka thonë Zoti, ose mbështesim traditën e pejgamberit, ka thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Po flas të çështjet fetare, ndërsa të çështjet bashkohore, për shembull, a udhton ti me kerr, a udhton me autobus, me avion, është çështje tjetër. Nuk kemi një rast që pejgamberi alayhis salatu wassalam pas namazit të Bajramit të ketë dalur ai vet apo shokët e tij tek varrezat. Edhe të bojnë atje dua, të lutën për të vdekurit, që gjatë keqes s'ka jashtë Bajramit, absolutisht, me lutë natën edhe ditën për prind të vdekur. Ama në fillim të emisionit e tham, kjo është çka ditë feste, ditë gëzimi, ditë urimi, ditë e vizitave të ndërsjella. E kur shkojsh te të vdekurit, çfarë gëzimi ke aty? A të bëmë të sinqert. Unë i kam prind të vdekur. Ata merr mendje që me shkuën te varri tyne, sot kam u kthyer në shtëpi i buzëqeshur, i ngazllyer, i lumtur, jo. Kam u mërzit. Edhe çka ka mos bëj atmosfera festive. Po neve edhe ashtu na mungojnë më shumë në ditët e festave, sepse pikërisht në ato ditë nuk i kemi prindrit afër. Po nuk i kemi, po pse të varrezat me shkua? Ti shko të gjallë vizitoj. E pastaj kryet Bajrami, nëse ki kohë çdo javë, çdo vikend, çdo diell, çdo shtunë të prind. Po mujt edhe çdo ditë gjatë keqes ka. Ama një gjë do të kuptuar, nuk do të lëm prind vetëm 2 ditë gjatë gjithë vitit. Se unë mendoj që ai prind që ka vdek, edhe ka lënë fëmijë që se kujtojnë kur, përveç për festën e Fitr Bajramit, edhe Kurban Bajramit, ai s'pas ka lënë kur xhamaz vetës. Na prind do të më kujtojnë natën edhe ditën. Edhe për ata dhe lutjet që i bëjmë namaz, na që falemi, 5 herë në ditët, minimumi, ato namaz obligative, plus kemi edhe namazet sunete, vullnetare, fakultative, ne në fund atje, në fund në uljen e fundit themi, çka Rabbena ighfirli, o Zot më fal mua, wali walidayya, edhe prindit e mi. Do të thonë çdo herë lutem edhe disa herë bën këtë brenda ditës edhe natës. Ndërsa me lon nanën edhe babën e vdekur me kujtu veç me Fitr Bajram, me Kurban Bajram, unë mendoj që këta janë fëmijë që i kanë shput kështu edhe emocionalisht edhe shpirtnisht lidhet me prindet e tyre, sepse nuk ka dhuratë më të çmuar, nuk ka dhuratë më të vlefshme që mund ta bën fëmiu për babën apo nanën e vdekur se sa lutja doja. Kish me thonë dikush po sadakoja, mrapa vjen. Po me bëni hajrat, një bamirësi, mrapa vjen. Po ku me di çka me investu, krejt vinë ma vonë. Gjëja e parë që përfitojnë të vdekurit prej të gjallë është lutja. Lutun në gjuhën amtare, lutun në gjuhën shqipe, qysh me u lut, qysh ta don ty zemra, qysh e ndjen ti për prindin tën, lutesh ti. Qysh e ndjen për timin, lut na unë. Edhe kjo është dhurata më e çmuar. E kështu që kisha pas qef mos me zbe atmosferën festive në ditën e Fitr Bajramit edhe në ditën e Kurban Bajramit. Mas 2-3 dite, shka më rëvlosh dhe ditën se ti ki ko, nuk ka kur farë problemi. Amo jo pa tjetër është me bo lutje kur shkaj veç të varrezat. Ti lutje mund është me bo dhe prej studjes, të me thonë, o Zot më shiroj prindet tanë të vdekur, ose o Zot shiroj prindet tanë të smur. E kom për gjeni së mlejot? Po, pa tjetër. Kështu i nderuam imam. Këta që po i diskutojmë, edhe gazetarja po edhe që të me ngrisi çështje, nuk është që qytetarët e zakonshëm i kanë ngritur këtë çështje për vizitat e varrezat. Kto është thonë dikon për disa hoxhallarëve që është e nevojshme. Sepse ne qytetarët, ne dim që i kemi respektuar kohë shumë prizë fetar, po dhe ata që ka jenë thonë për prizëve fetar. E tash periudhën e fundit, me të drejtë edhe gazetarja ka ngrisë çështje sepse kemë kësi dilema. Jo vetëm këtë aspekt, po dhe shumë dimensionet e tjera ju ngrit këto dilema, po edhe me të drejtë ndoshta kërkoj edhe këtë përgjigje. Po, hoxha po besoj që Unë e dhash përgjigjen, unë po flas. Nuk është e preferuar. Po flas çka thot feja, ka qenë tradit, ai tradit ka qenë tash edhe me u vesh. Jo, edhe përpara është thonë që feja ka thonën që do të më shkote tek varreza. Sinqerisht po të them, gjema vetëm një tekst, një gjysmë fjalie që flet që do të më shkue, atëherë unë e tërhiqem me asaj mirë, po fetarisht, unë po flas qysh janë tekstet, as që përmendet vizita të vdekurve gjatë të Bajramit. Po ndoshta këtu është dhënë këshill nga më të moshuarit, sepse unë edhe sot shoh të moshës së mesme, jo të rinjt, të moshës së mesme që shkojnë dhe i vizitojnë prindrit e tyre. Domethënë, më njëherë pasi bëhet falja e Bajramit, shkojnë i vizitojnë e pastaj kthehen në shtëpi. Mirë, unë s'po them që kriz kiametin nëse shkon.
Se këtu nuk bëhet diçka problemi madh, po fetarisht nuk qëndron kjo. Kjo është festë me të gjallët, jo me të vdekurit. Na do të me kuptuar, do të me pas parasysh, na do të me gëzu, jo me umërzit. Edhe kemi 363 ditë, a 4 ditë kemi tjera që mundem me vizitu të vdekurit, edhe kryet mabet, edhe qaj, edhe mërzitu, kur fa problemi së është. A mo tash ti shko të Varrezat, edhe hupe disponimin, edhe hajde të qaj të shpia, hupe disponimin edhe të gruaja të fëmija. E qartë.